Pas përfundimit të procesit të votimit në 2498 vendvotime të rregullta, është përmbyllur procesi i numërimit të votave të subjekteve politike dhe pas përfundimit, do thotë, procedurave të tjera, materialet zgjedhore nga 949 qendrat votimit janë tërhequr dhe dërguar në 38 qendra komunale të numërimit. Sipas ligjit për zgjedhjet të përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike pra nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës bëhet në vendvotim pasi të përfundojë procesi i votimit. Ndërkaq numërimi i votave të kandidatëve për deputet bëhet në qendra komunale të numërimit. Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KSZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletvotimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat do të punohet në 2 orare. Sipas vendimit të KSZ-s në këto qendra do të angazhohen më shumë se 2200 anëtarë në kuadër të 508 ekipeve të numërimit, të cilët përfaqësojnë subjekte të ndryshme politike pjesëmarrëse në proces zgjedhor.